te që tu që ndalë vetë dhe jeti, fmi që këmë pas me veti. Që të krejt e këna kaluhe. Edhe kur nuk ju më ra, ndurë me I po sërë. E përmene, do me thonë, krejt periudhën që ke punu 36 vjetë, po besoj edhe pjesën e luftës e ke kalu këto. Kallëzëm qa këni jek? Krejt për luftë asë një ditë nuk më dalë, 20 ditë, në të shilë, në Rakenicë ka marrë fonë që i marrë në shpesë, te që tu që më dalë vetë dhe jeti, fmi që këmë pas me veti. Edhe grunë, edhe qikat, edhe me fmit qikau që I këmë pas këtyre. Qështë e keni kalu asko? Që të krejt e këna kaluhe. Edhe kur nuk ju më ra, ndurë me I po sërë. Pas kësham 20 ditë, 5 ditë në të shilë, 5 shilë, 15 ditë, 5 ditë në Rakenicë, edhe në Rakenicë ka marrë fonë një marrë që të në shpe. Me qenë se si pas ke po, kur në atë ku ka pos shumë hek, ka në fakt që në pjesa e Drenicës kanë hek për bëk. Në atë ku, gjatë luftës. Që shukon? Me ju ka zu drejtën ju kom pas fëmin në gërbet, të hëlla kom pas pare, e vëlloj kom blemi ju. Keni pas edhe rezerva? Po, edhe rezerva, me traktyre të hemë të që shtë milën me veti. Edhe në fund keni shpëtu në vendlinja? Po, kemi gatu në malje, kemi gatu në për shpija të huje, qështë kemi, mujtë kemi kalu vizladari, shtirë ko bë, shtirë, asi dhe mësë për dikon në zvetë. Se da I mon kontaktit me ato familje që e konë gjatë luftës, në shokrat për rreth? Po, në Rakenicë, në të shilë shkajte, ku kom nejte ta shkaj vizitoj. E kujtoni kohën që shukon? Po, që pa edhe ta në kam dhënë bukin, më nume në strehue, në druhe, me këtë kurs në ka prish, që kemi dishtë këna bo. Si në shpet ju? Dhe që jemi tut. Prej serbët, po. E përmene që ma heret I një thirë kejtë ndorsma me njoni tjetëren. Po, vëllohi. Kallëzëm pak, që shënë konë ndorsma të burojes? Vëllohi, ndorsma të burojes, kur jena thirë që tu, ma halë që jemi që tu, u dëfë ku mu prej, në një ka, në një ljupë, më halë, vishë, në ka zona më zime është. Edhe krejt, ka 2-13 vjetë që ullë shumë në sërufer, si një, edhe kemi pas ato janë të mëloja, të një vend kemi hongër. Keni po ushqim vetë, krejt e keni kry? Po, Sot qështë po I organizoni? I kemi pas kohort të ullë që në dhishin, që në dojshin, rëbnimi me të pësia pite, se ne kanë pojë, me buke me krejt, rëbnimi u të bëshin 50 ditë. Në tajtën janë e shëndarës, mëse për ndilën, për që gratë më adhë shkeshin me një mund në bukë, me bo bukë, për në shtonën e për ndilën. Ka të vëndhonën dhe që... Dhe nëso musafirit thëshën ato dorsma atër? A ma shumë? Oe? Ma shumë se sëtë, a? Sa dushë ata, sëtë në prahatele për ndashtirit 200-300, atër I kena posë krejtë në perioda, kur u bëjke shtunë janë mramit që hangë shumë e pishëm, kretë më holla I marketar që më safirt, hajde se sonë të tonë 3, hajde 5, hajde 6, që që kishin kushtet të udat që që kishin, I marshin për kanak, në dilën, ape të këtheshim dorsëm. Sot ka ndryshu edhe këtu, për besoj? Ja, këtu. Ma nuk I bojnë dorsma qështu, a? Ja, qëfar tash në prahatele. E zhurë, më s'pa një kushë, më në... Qështë po duke ty që ke pjesa në restoran të dorsmet? Që bi bojnë keqa mirë? Vëllohi për 3 mjera për neve keqën nuk shkaj, se nuk një kurqë. Zhurëm, kurqë. Mas mirë të me najshpe. Unë falenderoj shumë për kejtë bisedën, ishte shumë kënaqësi me dëgju rrëfimin tënë, turej që kini jetë sa ma të mirë në vendlindje tonë edhe shumë vite tjera me krejtë shëndet. Faleminderit për juve, që keni ardhë me në vizitue, që jeni ardhë me në po, që me bo.